Një person më ka vejtë qa shtrejt u konë me najt 30 në Paris, kështu që e kom bo një list. Mas pari filloj me sanin ma më rëndësi kum shku me tren, edhe treni ka kushtu 180 euro me shku edhe mu kthy, edhe pse ka jam kthy e kum hup trenin, po prapë më kanë lanë falas. Prapë te hoteli u konë 340 euro e 59 cent, edhe ma kanë jop një upgrade falas. Muzeju i Versailles, kum pagu 24 euro hymje. Transport i kum hargju 32 euro e 65 cent. Shopping i kum hargju 77 euro e 78 cent. Për mëngjes i kum hargju 41 euro e 90 cent. Drejk, 3 drejka, i kum hargju, 2 drejka, 55 euro e 50 cent. 3 darka, 115 euro e 90 cent. Edhe që kum hina për kafe, na për cutesy kafe, janë konë 22 euro 30 cent, cikrima 15 euro, totali është 843 euro e 62 cent. A ja ka vlejt? Ja ka vlejt. Ti shkon edhe, najse, ti shkon 10.000 euro, të si kisha pas, po ti shkon edhe 1.000 euro, ose pak më lartë i shkon okej.